Personat që hanë ullin gjatë dimrit duhet urgjent ta dëgjojnë këtë, do ngeleni pa fjalë. Ullinjt janë një fuqi shëruese për organizmin, edhe pse ato përbëhen kryesisht nga yndyrnat, ato janë të yndyrnave të pangopura, lloji i njohur me përfitime të mira për shëndetin. Yndyra nuk është armiku. Disa lloje të yndyrnave si yndyrnat në ullinj dhe vaji i ullirit janë më të vërtet të shëndetshëm për zemrën. Plus, ullinjt janë të ngarkuar me lëndë ushqyese të tjera që janë të mira për ju, duke filluar nga vitamina E dhe antioksidantët. Konsumi i rregullt i ullinjve, sipas ekspertëve të Healthline, do të sjellë këto përfitime për ju. Mund të përmirësojë shëndetin e zemrës. Shumica e planeve ushqimore të shëndetshme ju inkurajojnë të përdorni vajin e ullirit si vajin e preferuar të gatimit. Vaji i ullirit gjithashtu përmban acid oleik, i cili potencialisht mund të rrisë kolesterolin tuaj të mirë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ul presionin e lartë të gjakut. Mbushja e ullinjve mund të jetë një lëvizje e mirë për një zemër të shëndetshme, pasi ullinjt gjithashtu përmbajnë acid oleik. Ullinjt ofrojnë yndyrna të shëndetshme. Dieta shumë e lavdëruar mesdhetare promovon ngrënien e yndyrnave të shëndetshme duke përfshirë edhe ullinjt dhe vajin e ullirit. Yndyrnat kanë më shumë kalori se sa karbohidrate ose proteinë, por kur bëhet fjala për shëndetin e zemrës, lloji i yndyrnave që hani është shumë i rëndësishëm se sa sasia që shtoni në dietën tuaj. Ullinjt të klasifikohen në fruta me bërtham të njëjtës familje botanike me qershitë dhe pjeshkët. Ullinjt jeshil mblidhen në fillim të sezonit të vjeshtës, ndërsa të zinj kur janë në pjekur plotësisht. Të dyja llojet konsiderohen të pasura me yndyra të shëndetshme për organizmin. Në këtë video do të gjeni të listuar përfitimet të rëndësishme që merrni nga konsumi i përditshëm i ullinjve. Përmirësojnë shëndetin e kockave. Një studim i fundit sugjeroi se vaji i ullirit parandalon humbjen e masës kockore. Ndaj, edhe konsumi i ullinjve është i rekomanduar për të pasur kocka të forta. Ndihmon gjithashtu në uljen e kolesterolit. Acidet yndyrore të ullinjve ulin kolesterolin e keq dhe rrisin kolesterolin e mirë. Largojnë gjithashtu dhimbjet. Studimet kanë treguar se ullinjt ngadalësojnë zhvillimin e enzimave përgjegjëse për shfaqjen e inflamacionit dhe të dhimbjeve. Janë të pasura gjithashtu me nivele të larta të antioksidantëve. Ullinjt janë një burim i shkëlqyer i bioflavonoleve. Antioksidantët arrin të parandalojnë akumulimin e kolesterolit në enët e gjakut. Ato janë të mirë edhe për të përmirësuar bakteret e mira të stomakut. Ullinjt të përmbajnë lactobacillus, një nga bakteret më të mira për stomakun. Sa më shumë baktere të mira të keni në stomak, aq më mirë do të jetë tretja dhe aq më pak inflamacione do të keni në organizëm. Ullinjt janë efikas edhe kundër problemit të rrullave. Ullinjt përmbajnë acid oleik që e mban lëkurën të butë dhe gjithashtu më të shëndetshme. Në fakt, ngrënia e ullinjve mund të ofrojë edhe një paraqitje më të mirë të lëkurës suaj dhe largon rrullat me të paktën 20%. Ndaj konsumi i tyre në dietën tuaj sigurisht që do të jetë një aleat i çmuar për të përmirësuar dukjen e lëkurës dhe për të mbajtur larg edhe problemet e saj me të paktën 20%. Ullinjt janë një frut i mirë edhe për uljen e rrezikut të problemeve të diabetit dhe problemeve të ndryshme të mbipeshës. Këto fruta me bërtham janë të pasura gjithashtu me element të lartë ushqyes, të cilët do të luajnë një rol parandalues kundër peshës së tepërt. Yndyrnat monodopangopura do të ulin në rrezikun e shfaqjes së problemeve të diabetit dhe mbipeshës. Kjo e mirë vjen nëse konsumoni yndyrna të pasura që gjenden te ullinjt, të cilat do të ulin edhe nën produktet të ndikimeve negative. Ullinjt janë një produkt shumë i mirë të cilat ulin edhe oreksin e tepërt. Ullinjt përmbajnë acide yndyrore monodopangopura që ngadalësojnë tretjen dhe stimulojnë gjithashtu edhe hormonet që janë përgjegjëse për të informuar trurin se është vërtet i ngopur. Konsumi i ullinjve është shumë i rekomanduar të konsumohen 10 deri në 20 kokra çdo ditë. Kështu do të merrni përfitimet e tyre dhe gjithashtu do të nxisni një ofrim të mirë të vlerave për shëndetin. Karakteristikat e tyre ushqyese do ta bëjnë atë një nga frutat më të veçantë të stinës së vjeshtës dhe të dimrit. Ullinjt janë fruta të pazakontë për shkak të përmbajtjes së lartë të yndyrnës.
Yndyrnat e tyre janë të bollshme me acid oleik, i cili mund të ketë disa përfitime të larta shëndetësore. Ato gjithashtu përmbajnë karbohidrate 4 deri në 6%, shumica e të cilave përbëhen kryesisht edhe nga fibrat. Ullinjt janë të pashura me element të lartë ushqyes, siç është vitamina E, hekuri, bakri, gjithashtu edhe kalciumi. Ato gjithashtu mund të përmbajnë sasi të larta të natriumit, prandaj është e rëndësishme të mos i shtoni shumë mbetje të kripës. Ullinjt janë veçanërisht të pasur me antioksidant, duke përfshirë këtu edhe trisolin, acidet e ndryshme dhe quercetin. Ullinjt janë të mirë për shëndetin dhe përfitimet që japin organizmit tuaj do ta bëjnë atë një nga frutat më të veçantë për të konsumuar. Ato janë element kryesor i dietës mesdhetare dhe janë të lidhur me shumë përfitime shëndetësore, veçanërisht për shëndetin e zemrës dhe parandalimin e radikaleve të lira. Antioksidantët dietik kanë treguar se zvogëlojnë rrezikun e sëmundjeve kronike të tilla si sëmundjet e zemrës dhe radikalet e lira. Janë të pasur me antioksidant me përfitime shëndetësore, duke filluar nga luftimi i inflamacionit deri te zvogëlimi i rritjes së mikroorganizmave. Përmirësimi i shëndetit tretës do të jetë i pari që do të ndikohet nga konsumi i ullinjve. Kolesteroli i lartë i gjakut dhe presioni i gjakut janë dy faktorë rreziku për sëmundjet e zemrës. Acidi oleik, acidi kryesor yndyror te ullinjt, shoqërohet me përfitime të shëndetit të zemrës. Mund të rregullojë gjithashtu edhe problemet që i kanosen asaj. Ndaj konsumi i rregullt i tyre mund të reduktojë kolesterolin e keq nga oksidimi. Për më tepër, disa studime vërejnë se ullinjt dhe vaji i ullirit mund të ofrojë përmirësim të niveleve të gjakut. Ullinjt përmirësojnë shëndetin e kockave, citon Elthisaj. Osteoporoza karakterizohet nga masa e zvogëluar e kockave dhe cilësia e tyre. Mund të rrisë rrezikun për fraktura. Shkalla e osteoporozës është më ulët në vendet mesdhetare sesa në pjesë të tjera të Europës, duke çuar në spekulime se ullinjt mund të mbrojnë nga kjo gjendje. Ullinjt ndihmojnë gjithashtu edhe në parandalimin e radikaleve të lira. Ullinjt dhe vaji i ullirit konsumohen zakonisht në rajonin e mesdheut, ku nivelet e problemeve dhe sëmundjeve të tjera kronike janë më të ulta në vendet perëndimore. Kështu është menduar se ullinjt mund të ndihmojnë në zvogëlimin e rrezikut të radikaleve të lira. Nëse doni të keni një dobësim të mundshëm, atëherë ullinjt duhet të jenë pjesë të dietave tuaja. Ullinjt tolerohen mirë nga shumica e njerëzve që mund të mbajnë sasi të larta të kripës për shkak të lëngut të tyre të paketimit. Janë të mira edhe kundër alergjive. Ndërsa alergjitë ndaj polenit dhe pemës së ullirit janë të zakonshme, alergjitë ndaj ullirit janë të rralla. Pas ngrënies së ullinjve, individët e ndjeshëm mund të përjetojnë reaksione alergjike në gojë ose në fyt. Prandaj është e rëndësishme të mos tepëroni me to në këto raste. Ullinjt mund të përmirësojnë shumë organizmin tuaj dhe mbi të gjitha të mbajnë larg komplikacionet e tij. Konsumi i ullinjve në dietën tuaj sigurisht që do të kenë edhe shumë element ushqyes për dietën e përgjithshme. Ullinjt janë një ushqim tipik mesdhetar dhe si i tillë nuk duhet të mungojë kurrë në tavolinën tonë. Mbreti i vajrave që del nga jo mund të ofrojë edhe element të shëndetshëm për organizmin. Ullinjt mund të përdoren në sallata, në pica, në antipasta ose në djathë dhe në bukë të ngrohtë. Shumica prej nesh e blen ullirin nëpër por ka shumë anvisa shqiptare që zgjedhin ta ëmbëlsojnë atë edhe në kushtet e shtëpisë. Prandaj është e rëndësishme që t'i mbani ullinj, sidomos ato të cilat i keni mbledhur vetë. Kështu do të keni përfitime edhe në përmirësimin e shëndetit tuaj të zemrës. Shumica e planeve ushqimore të shëndetshme ju inkurajojnë të përdorni vajin e ullirit si një vijë e preferuar në gatim. Vaji i ullirit përmban acid oleik, i cili potencialisht mund të rrisë kolesterolin tuaj të mirë, të ulë gjithashtu edhe problemet me presionin e gjakut. Mbushja e ullinjve mund të jetë një lëvizje e mirë për zemrën tuaj dhe gjithashtu ullinjt e freskët të përgatitur vetë në shtëpi do të jenë një mundësi e shtuar për mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ullinjt do ju ofrojnë gjithashtu edhe yndyrna shumë të shëndetshme. Ndaj konsumi tyre në mënyrë të rregullt do të jetë një aleat i çmuar për ju dhe për organizmin. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.